jemi në Ramazan, koha e të mbjellave. Hudrët e Ravecit numër 1 në botë janë, si ka thonë Daud Demaku, sa po shkon kilogrami hudrëve? 3 euro. Kepa kuqe, Rapagjiki, 3 euro. Edhe kjo hudër, a? Ja, kjo Rapagjiki i bardh, kepa e bardh. A kepe bardh. Edhe kjo 3 euro, a? 3 euro. A është i donë kjo i Hollandës ka? Hollandës edhe kjo 3. Jo, 2 euro. 2 euro, a? Për qep. Ta shkoha. Ja, kjo ma i vogël, ma i mirë. Kjo është vendor. Ky vendor, po shijet. E ky vendori? 4 euro. 4 euro. Kep. Mira bojë. Edhe pasullin e pas ke vendor. E pasulli sa po shkon? 6 euro. 6 euro. Spinaci i Ravecit që shpi vizlon fleta. Me të knaq pite. 1 euro e gjys veç në Ravecit gjeni. Për pasull vendor fshekt ku i kanë me tende. Me 8 euro i tokës të Kosovës. Ka të lashët i me qiru e me mjatë. Që edhe mollat të mira vendore me 80 cent dhe 1 euro gjeni. Për një qese lakna, 3-4 lakna këtu, vetëm 1 euro. Po kemë edhe laun nga Shqipëria, nga Kuksi, se Dorak kanë Kuks si mbemnin tam, që e gjenin tregjet Kosovës, e gjenin Prizren, e gjenin Ravec, e gjenin vajnë e mirë të Llirit, e gjenin Gjakov. Që shpishet të Shqipëri? Une në Gjakov ishe ma shtrend, në Ravec ma lirë, në Prizren ma shtrend. Se Ravec jam ma punëtor, edhe duhet ma lirë. Edhe ka dëshmur Arjan Barahimin e Shkodrës. Bashkë ashtu. Sa po shkon kilogrami kësaj? Ka 3 euro. 3 euro. Vaj u Llirit? 7 euro kilo. 7 euro. E për ndryshe, E këto që ka janë? portokalli Konespolit, i Sarandës, I Sarandës. 50 cent me shumicë. 50 cent me shumicë. E për ndryshe, Danxhau i Kuksit, kur të bije këtu, e respektoj, sepse Raveci ka nevojë për respekt. Kep e Ravecit ma e mira në Evropë. Me 2 euro e gjys 3 euro. Plus patatet për 10 kg, vetëm 4 euro. Tash vini edhe po rritë që e ndalë 2026 me 1 euro e gjys. Vezët veç u shiten që tablët thot. Veç me 3 euro e gjys.